imazhin e shënimeve të datave të rëndësishme për qytetin tonë është edhe 24 marsi, është ditë e dhimbjes dhe krenarisë, kur bashkëqytetarët tanë pikërisht në këto lagje në komunën veriore Mitrovicës, në oborrin e shtëpisë para 26 viteve është vrarë Latif Berisha. Në të njëjtën ditë në pjesën tjetër të qytetit është vrarë Agim Hajrizi me nënën Nazmien dhe djalin Ilirin. Kemi të bim sot të bim përkujtimor për këto personalitete, për Latif Berishën dhe familjen e Agim Hajrizit, dhe do të jetë të bim ku do të kenë fjalë rasti alijet mava nga shoqata e familjeve të dëshmorëve, viktimave të luftës. Do të ketë edhe Enis Kelmendi, i cili ka bërë një punë të madhe, një historian, i cili ka mbledhur tani tregimin dhe do të jetë një monografi për fëmijët e vrarë. Edhe ka rastisë që njëri prej fëmijëve që dhënë për këtë liri është Iliri, i biri i Agim Hajrizit, dhe kurse alijet mava si nën do ta përkujton nënën Nazmie, e cila e dha nipin edhe të birin, dhe kjo është pjesë e programit është edhe nga artistët figurativ mbar kombëtar në nëmbrellën e artit ngujuar Artist për Artist, dhe shoqata artistëve figurativ e përcjell aktivitetin me ekspozit. Kemi këtu piktur mbar shqiptar, ka piktor të cilët janë pe Ulqinit, pe Shqipërisë, edhe elita e piktorëve të regionit Mitrovicës, dhe kjo është traditë. Na në ndër vite i shijojmë këto ngjarje. Është e dhëmshme në 26 vjetorin e vrasjes Latif Berishës, i cili është vrarë nga armiku, kurse ne që 26 vite jemi duke vrarë personalitetin dhe shtëpinë ku është vrarë. Është propozim i kamat shumë edhe qytetarëve që ajo të jetë shtëpi muze dhe shtëpi të cilin do ta shfrytëzojnë edhe albanologët. Latif Berisha ka qenë një intelektual i madh, pas që ka qenë i involvuar në politikë, ka qenë edhe poet, edhe një albanolog i madh. Është ironia e fatit që Latif Berisha ka qenë albanologjinë e ka kryer në Beograd. Edhe vrasja e tij është vrasje me paramendim, pasi ka qenë një simbol i Mitrovicës, i regionit dhe më gjatë. Profesorit Latif Berisha dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Agim Hajrizi, i cili u vra bashkë me nënën dhe djalin Ilirin. Kur flasim për figurat kombëtare, jo rrallë mbeten në plan të dytë familjarët e tyre, dhe nëse për një moment shohim pak më thellë veprës së tyre, aty dalin në radhë të parë prindërit, ata që kanë edukuar dhe frymëzuar në rrugën e drejtë, ata që kanë lindur dhe rritur bi dhe bija prap dhe jo. Në këtë rast, dua të përshëndroj vëmendjen në nënën e Agim Hajrizit, Nazmien, e cila u vra atë ditë bashkë me të birin dhe nipin e vogël Ilirin. Një nën heroin që ndau fatin me djalin patriot, një nën heroin që nuk e la vetëm të birin as në botën tjetër. Ne si sindikalist, unë të shkoj pak pikat shkurta, se veprimtar Agim Hajrizi, i cili ka qenë sindikalist shumë i mirë, si një inxhinier, si një njeri i cili ka kontribu në gjatë kohës se sindikatës të Trepqës ka qenë një personalitet të cilën të gjithë kemi qenë mirë njës, ka qenë një veprimtar edhe politik, edhe sindikalist. Këtë pjesëmarrje më fol për të madhin Pequj Latif Berishën, është me fol për të është shumë lehtë, po edhe është shumë vështirë. Është lehtë se kalon një veprimtari të madhe, ku çdo kush nuk mundet me thonë dhe me majtë në kujtim. Është edhe rënd sepse mundem me harrua diçka dhe është ngarkesë mos me shpreh ato që ai ka punue. Pas 20
6 viteve të bëjë se po bëhen, atëherë me na ronë ndërmend pak me kthy kokën ka pjesa më e ndihshme e shoqënisë që janë fëmijët këtë rast e unë specifikisht jam duke u marrë me hulumtimin dhe dokumentimin e krimeve të kryera ndaj nxënësve shqiptar, ndaj nxënësve përgjithësi të gjitha komuniteteve, por në veçanti domethënë ndaj nxënësve të qytetit Mitrovicës me rrethinë, sepse për të fut punës për krejt Kosovën është e jashtëzakonshme një punë që duhet të rjetën me nështë me bë. Për atë dhe, e ne të qallët e kem amanet, që të punojmë për atë dhe, sa të mujmë. E jo t'i harrojmë, po t'i përkujtojmë, se shqiptarët vetëm kur janë ngosht janë bashkë. Mirë po do të edhe në gjerije dhe në paqë, të bashkohëm që të qojmë atë dhe për para. I po ndiri.